Të shtunë në stadiumin a dëshmuçat e Ballshit ballafaqohet të Bylis Vllaznia për javën e 25 të ABC superiore me Denis Zmianin, pikërisht në këtë praktëneshje një opinion nga Zmiani se si e pret të ndeshjen. Më thënë drejtën, është një ndeshje e fortë sepse Ballshi në fushën e vet gjithmonë ka qenë një ekip problematik, edhe në psikologjinë e tyre janë ekipe që në fushën e tyre janë shumë të fortë. Ma shumë bazohen të futbolli fizik, sepse dihet që ekipe si Vllaznia kanë kualitete më të larta dhe mund të bëjnë e përsi, por në fushat të tilla kur luhet në Ballsh, më thënë drejtën, e shoh si një ndeshje shumë të fortë, por gjithsesi besoj tek eksperjenca, kualiteti dhe forma mirë që Vllaznia po kalon. Zmiani fitore me Elbasanin patyshim që është një faktor shumë pozitiv në atmosferën e skuadrës. Po, ishte shumë e rëndësishme me një rival direkt dhe me gjitha treguame edhe e përsi, përveç disa minutave që mas minut 0-10 që ndoshta e ul me pak lojën të menu që të tërheken edhe të zgjashëm me kundërshtuesin, por pjesa tjetër foli për ne, edhe vetë fakti që arritme me përmysje edhe në sekondat e fundit tregon që ekipi po kalon një periudhë shumë të mirë dhe ka një vetbesim të jashtëzakonshëm. Do të thotë që për këtë është shumë e rëndësishme që këtë ndeshje të arrijmë me marrë 3 pikë, jo vetëm për pikët që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, mendoj që po që e rëndësishme është të ruajmë me formën dhe çurinë e mirë që ka pas ekipi, si nga ana e psikologjike, por gjithashtu edhe nga ana e pikëve, sepse mendoj që janë disa momente që na kena mundësinë me kriju një shkputje nga kundërshtarët. Në këtë ndeshje mungojnë kapiteni Bekim Balaj, Erdinis Vorishta dhe Lerim Kastrati. Sa mendoni se ndikojnë tek patjetër mund të ndikojnë, por Vllaznia tashmë ka kriju një grup jashtëzakonisht shumë të mirë dhe kena pa që lojtarë që vinë nga Stoli po japin shumë rezultat dhe kjo është e mirë e kësaj Vllaznie, se besoj që ka kriju një grup kur bëhen zëvendësimet apo kur ka mungesa kaq të rëndësishme që janë të 3 liderët e ekipit, por jam i sigurt që do të hinë 3 liderë të tjerë dhe do të jenë në gjendje ta përballojnë ndeshjen dhe ta mbyllin me sukses. Zmiani Vllaznia është në 2 fronte, lufton edhe për kampionat dhe për kupë, dhe mëngjherë me 4 mars vjen ballafaqimi në Shkodër në Loroborisi Vllaznia Bylis, pra janë 2 ndeshje njëra pas tjetrës. Patjetër, kanë specifika të ndryshme sepse na e fituam një ndeshje me Bylisin atje, por kampionati mendoj që ka specifika të tjera, jo se kupa është më e lehtë, por mendoj që do të jetë ndryshe. Por gjithsesi unë besoj që jetë rezultati që ishte në kupë ne të fitojmë atje dhe patjetër edhe kupa tashmë është bërë si traditë për Vllaznin, por ajo që na ka munguar dhe që kena më tepër mall, me thënë drejtën, është kampionati. Patjetër edhe kupa ka vlerën e vet, pse jo të luftojmë për të dyja deri në fund, në rast se do të arrihen më marrë të dy, do të ishte diçka e bukur historike. Edhe diçka në aspektin tuaj personal, ju vjen tashmë të jeni pjesë e stafit teknik të klubit të futbollit Shkodra, pas një përvojë të gjatë si trajner në Akademinë Vllaznia, po bëni më të mirë tuaj tek klubi Shkodra. Po, jam i kënaqur, më thënë drejtën, një eksperiencë kena pas shumë rritje, edhe si akademi ka qenë një seri shumë pozitive, me U16 në vend parë, U17 në vend parë, U19 në vendin e tretë, ekipi i parë është në mes tabelës, ka qenë një rritje shumë e madhe gjatë kësaj kohe, jam shumë i kënaqur. Për ne është e rëndësishme që të stërvisim dhe të zjarrim sa më tepër djem që dinë me luajtë futboll për Shkodrën, kjo është e rëndësishme. Por në vëmendje është edhe skuadra e parë, për herë të parë Shkodra luan pas 5 vitesh në kategorinë e tretë. Kemi parë disa rezultate pozitive kohët e fundit, por edhe disa shkëmbime futbollistësh me Vllaznin. Ka nisur një gjuhë e përbashkët mes klubit Shkodra dhe Vllaznisë. Kjo është një gjë që po është kanë 2 lojtarë që nga kategoria e tretë tek Shkodra kanë kaluar tek ekipi B i Vllaznisë. Është një gjë shumë pozitive, mendoj, sepse janë të 2 ekipet të qytetit Shkodër, se është gjë e mirë nëse kena një komunikim të mirë dhe nëse ka marrëdhënie nëpërmjet lojtarëve, patjetër është një gjë shumë pozitive. Ne e dimë që Shkodra është gjithmonë djepi i futbollit dhe është tokë që prodhon sportista. Edhe unë besoj që është mirë që të kena një marrëdhënie të mirë dhe të çojmë qoftë Vllaznin, qoftë Shkodrën, dhe çojmë në ata nivele ku i takon me kënd qytetit Shkodrës dhe të na përfaqësojnë sa më denjësisht. Denis Zmiani, faleminderit për intervistën, shpresojmë që parashikimi juaj
të dalë që ju fiksuat për fitore. Patjetër. Unë besoj shumë të një fitore dhe besoj shumë sepse ta thash edhe një herë përsëris, pra jo vetëm për 3 pikëshin, që është shumë i rëndësishëm, por aq i rëndësishëm është me rrit këtë klim edhe nga ana psikologjike, por edhe nga ana e shkputjes pikëve që kena bë. Mendoj që e meritojmë me formën dhe me kualitetet që kena në ekip. Gjani, faleminderit, sukses vllaznisë në përballjen me mbyllesin për sukses edhe në karrierën tuaj sportive si trajner tash me tek klubi i Shkodrës. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi.